fillojmë me supën. Supa ka oriz, qepa, fasulet. Pra mua nuk ka çfarë të më duhet gjë tjetër të marr qepën të bëj orizin, sepse unë e kam këtu. Prandaj thash që mua më duhet një riciklim. E vetmja shtesë që është kaperi ulliri, por që japi një shije të veçantë me këmbët e kallamarit. Do të shtoj këtu direkt fasulet. Dhe janë fasulet pllaqi apo jo? Po. Ju mund t'i shoni si të doni. Unë këto kisha ose mund t'ju kenë mbetur ca fasule nga. Unë i kisha në ngrirje, i lash gjithë natën që të shkrinin, dhe e kaloj. Se do t'i shtojmë edhe bimët më pas, bimët aromatike, dhe përfundon receta e kallamarëve. Veron e ka salcën po ashtu mbushin, aromat, erëzat, kapër, ullinje me radhë. Në fund edhe pak do t'i shtojmë bimë aromatike, ja këtë majdanozin këtu do t'i shtojmë. Pra, në momentin që ftohet paksa, më pas në bëjmë dhe spërkatjen me majdanoz. Do të shtoj piper, një mas kripe, masën e salsës, sikurse kam lëngun e orizit. Dhe ja ku e shfrytëzuam edhe lëngun e orizit, siç tham, që nuk e çojmë dëm, por mund të ishte zënësuar shumë mirë këtë supa. Një kubik gjalp dhe asgjë më tepër. I largoj. Largojmë i lëmë të zjenj dhe ja ku bëj një supë që erdhi si riciklimi mbushjes së kallamarëve, duke i shtuar dhe elementë të tjerë, por me sa kuptoj dhe shoh, duket shumë mirë e lidhur dhe duhet të jetë shumë e shijshme në shije. Vi me një recetë tjetër. Të ëmbla. Me të ëmblën. Receta e ëmbël me lule shtrydhe, një puding me lule shtrydhe, për cilën do t'ju tregoj fillimisht përbërësit se çfarë ju duhet për ta përgatitur dhe ju shumë kollaj, duke qenë se dhe tani çmimi dhe i gjejmë lule shtrydhet edhe të mira, por edhe të lira. Ëmbëlsirë me lule shtrydhe dhe puding, një vasket apo 500 gram lule shtrydhe, një pako me puding, një gotë ujë dhe pak sheqer që është opsionale. Shifeni se sa pak përbërës ka kjo ëmbëlsirë. Do të shtoj lule shtrydhet e kemi hequr pjesën. Lule shtrydhet. Masën e sheqerit. Shumë shkurt. Të gjitha. Masën e ujit. E të gjithë këtë masë në një krem. Po. Ja ta shoh pakun këtej se e largoj. Supa? Uzinë? Pra thjesht i jap vetëm një përzierje supës, sepse janë të gjitha janë të bëra. Po e lëm ndoshta për ta të ftohen, servirur me të tjerat. Dhe direkt të mas me masën e pudingut, ujit, lule shtrydheve. E kaloj sepse aty do të forcohet, do të trashet, në pikset thënë më mirë, për ta çuar, haluar në përgota. Pra, unë zgjova që mos të kem atë pudingun e gatshëm dhe t'i shtoja lule shtrydhet, por ta bëja me 20 shte. Kam masën e vaniljes. Me një thik e
është një shkopi, nga këto shkopinjtë e vaniljeve që kanë atë pjesën e butë aromatike brenda. Është kjo pjesa e butë këtu që në rregull. Pse? Po që sigurisht anvisat tona nëse nuk e kanë si shkop, plur. Që krijohet aq pak po lëshon goxha. Aq pak se lëshon. Është i gjithë koncentrati në trung. Një përzierje. Një metelin që të kuptojmë është trashur apo mirë, jo. Sepse trashet për një herë dhe më duhet një formë. O e shojmë në përgota ose... Po dhe pa formë fare, edhe pa formë. Ja. Unë ta shtojmë këtu. Një krem me një Unë të vendos një gotë të bukur. Për një ëmbëlsirë të shpejt, të thjesht pas diteve tona. Me lule shtrydhe. Urdhëro. Në tjetë një seshtja filloj të trashet këtë në pikset. Atëherë ulim një sekond, Miki, këti. Ulim nxehtësinë fare. Shtoj pak përshije. Një garush dhe Sepse ajo edhe gjatë ftohjes, sërish do në pikset. Po. Sërish në pikset. Ndërkohë, ne jemi drejt përfundimit të recetave, kështu që në minutat që na kanë mbetur, juftojmë që të na vlerësoni, të na telefononi. Kemi diku 8 minuta për të folur biseduar me ju, numrin e keni në ekran dhe ju presim të bisedojmë të çfarë keni përgatitur ju, ndonjë ëmbëlsirë të këtij sezoni me këto frutta perimet që kanë sjell ky muaj, që jemi në muajin e pranverës, ku fillojnë të dalin të çeli dhe të kemi më shumë larmishmëri ngjyrash të fruta perimeve, të perimeve kryesisht, ndaj kishin dalë dhe këto pash kumbullat shahine. Po, janë gatime shumë të mira. Dhe fillojnë dalin dhe më herët tani dhe për shkak të klimës së ngrohtë. Mishi me kundën e shahinit, unë shtova pak gjalp. E kaloj? Jep shkëlqim gjalpi, jep butësi. Pak më ndryshe dhe më me shije. A o badali e sekond. Shumë kremoze, e lehtë, e këndshme. Pastaj japim dhe një dekor të vogël, ja do bëjmë gati me një gëshër, t'ja shtojmë edhe kallamarve. Kjo për pjesën e dekorit. Si që shihni, ëmbëlsira përfundoi, ka që thjesht me pak përbërës, lule shtrydhet, një seshten, pak ujë, sheqerin, plur kokosi nëse keni, dhe disa lule shtrydhe lërini më njanë për t'i dekoruar gotat. Është akoma nxehtë, normalisht që është dhe më e thellë. Në frigorifer apo jo? Po. Duke lënë në frigorifer, ajo më pikset ftohet dhe shijon më mirë, është më e këndshme në shërbim.